Unë falenderoj atë Nikol Gjufkën që drejtoj emisionin për disa minuta, si ishtë, dhe ndjej një pozitivitet, ke lëmë brapa një... Unë dua shumë të pyesësh atë Nikol. Prap? Po. Dua vetëm të flasje. Mund të vazhdonit Po të ikim neve dhe vazhdonit bëjnë komunikonin dhe pas emisionin. Në shof, së mësea do vi. Së mësea është njësur në mëndjen e atë Nikolës. Tani, jemi minuat e fundit se vjen fundi çdo gjë të mërshme, pse vjen fundi çdo gjë është fatale është. Gjithë njerëzit kërkojnë gjëra pa fund, dashuri pa fund, jetë pa fund, ngrohtësi pa fund, pse nëse Po mirë se kërkoni dhe nuk jepni. Duhet jeni nga ata që edhe jepni dhe do shikoni se koha është mjaftueshme. Por nuk të ngop. Fjapësh që të marrësh. Ja, se koha është mjaftueshme. Imagjino mos ishte vdekja sa e lodhshme do ishte. Njeriu nuk vdes. Do ishte shumë e lodhshme. Dëron jetë. Po, dëron jetë, e vërtet. Okej. Atëherë, kush fiton Big Brother VIP 4? Ku për shumë, them, tik-tak. Midis Rozanës dhe Laertit. Të dy janë personazhe personalisht i kam xhan. Rozin e dua shumë, kam vite që e njoh. Nuk është se ka ndryshuar, është e njëjta, si jashtë është. Dhe kjo ndoshta më jep një pikë më shumë, se Laerti nuk e njoh jashtë, me thënë të drejtën, dhe Rozi është po e njëjta, nuk është se ka vënë ndonjë maskë që po shtiret, jo. Rozi është e njëjta. Dhe të doja të fitonte Rozi, ka dëshirë ta fitoj por derisa ka hyrë, sepse Rozi është vajzë zgjuar e showbizit qysh në korat e hershme, dhe ne që e kemi shijuar showbizin qysh në korat e hershme, nuk është se jemi fanca për të qëndruar 4 muaj të mbyllur në Big Brother. Dhe ajo që ka hyrë aty e ka dëshirën e madhe të zemrës së saj që ta fitoj dhe unë do doja që t'i plotësoj kjo dëshirë. Pse jo? Do doja të shikoja Rozin me fitore. E respektoj shumë Laertin për atë që është, dhe po ta fitoj Laerti, do isha dakord. Okej. Enida? Jo, unë e shpreh opinionin tim midis Laertit dhe Rozanës, se ato janë dy personazhe. Po besoj se Egli dhe Gjesi që thonë, janë shumë konkurrent fort. Jo, nuk isha konkurrent të fort. Unë mendoj që publiku i deshi në finale më shumë për këtë kurioziteti kësaj dashurie cicmica. Po nuk mendoj që janë pretendentët real. Midis Laertit dhe Rozanës kuptohet, ndoshta edhe pak për konflikt interesi do ishte Laerti. Unë e thash, për mua, mënyra e tij, vënia në lojë që i ka bërë me intelekt, njohurive të ajo është një nga pjesët e mia të preferuara banorëve që ishin totalisht në nivel intelektual formativ për të rifreskuar pak dijet, le të themi. Dhe është pjesa më e bukur për dalluar diferencën. Sepse vërtet Big Brother është show, po show i vetes. Pra ti tregon sa vlen, kush je, çfarë di dhe çfarë përfaqëson. Laerti është ndryshe nga i Laerti që kemi njohur ne dhe mua më ka pëlqyer ky Laerti i këtij versionit shumë të përmbajtur. Nuk je zgënjur nga Laerti që ke njohur në këtë studio shumë herë? Kam parë një Laert me një dimension tjetër, Po, sinqerisht. ka të drejtë shumë. Dhe që më ka pëlqyer në këtë pjesë. Pra, se shiko, në Big Brother bëhet dhe një test që për shembull, se kanë fjalën për ty, kanë fjalën në kuptimin që për shembull një grua që studion një mashkull e shef aty të tregon një lloj bashkëjetese reale. Po. Me të gjitha të vetat, mira dhe negligjencat e vetat, mira të qija ç'është. Pra, mbasi kalon atë test, pastaj ajo është s'ka bashkëjetesa. Pra, domethënë mendon që do ketë fat Laerti edhe ta fitojë edhe mbas Bigut? Sjell fat Bigu? Kush më thotë se ju të sjell? Unë e thash pak më parë, sjell fat. Të sjell para apo fat, se tani para edhe fat e të Bigu. Tani kujt i thua fat? Ty kam parë gjithandej unë, për shembull ti je bërë shumë një gjithandej që ekspozon gjëra bukura edhe mua më pëlqen shumë. Unë kam qenë për herë edhe pa qenë Big, kam qenë nga të parat që kam hap këtë Instagramin. Jo, kam parë për reklama në për kështu më. Reklama. Reklama po normal, kush është sot që pas Bigut nuk ka reklama dhe Laerti, kur të dali të jeni të sigurt që një vit do ketë reklama, pasaj se sa si di ta mbaj faqen e vetë të Instagramit e këto janë të tjera punë. Nuk isha si lloj qëllimi që të thojnë që me prapa mendim. Do fillojnë të gjitha ata do bëjnë nga një emision, ja ta them unë gjitha ato do të ketë një pak, sepse pa tjetër aty
Domethënë unë them, përveç të parit që se patën këtë fat, këta të tërë e kanë pasur do bëj një emision që ofse fiton. Jo, në që jo, emision mund të ketë një gjë tjetër. Është frytëzimi i protagonizmit momental. Patjetër, patjetër. Protagonizmi momental është pjesë e marketingut. Rozi mund të ketë atë emisionin që bën diku tjetër ta bëj aty, Gerta, të gjithë ata e kanë ndërruar të jenë aty në top. Kështu që mos bëjmë tani fati është si e do dhe ti. Unë doja shumë që në fat, për shembull, unë u futa për 3 javë të merja një të ardhur për të bërë musicalin që kisha me fëmijët. As më pyeti njeri fare për këtë. Dola kështu fare, ëndra kështu. Ëndra nga ato të natës. Për shembull, Gjesi, në orën 9 të ndërrosh për pas profileve që kanë. Po. Që di të bëjnë, domethënë. Kështu që unë e mendoj të gjithën një pjesë është reklam të individit që kërkon të jetë protagonist në botën e rrjeteve sociale. Nëse kërkon të jesh protagonist në botën e rrjeteve sociale dhe e di se çfarë do, ky është vendi i dur. Nëse nuk do të jesh protagonist e rrjeteve sociale, por ti mundesh t'ia dalësh në fusha të tjera, vazhdo në pozicionin që ke. Dhe unë mendoj që nuk është fare gabim as të paguen, as të marrin lek, as të bëjnë reklama, as të jenë bloger, përkundrazi e shijojnë. Unë mendoj që e shijojnë, sepse dhe bota e showbizit, ne godasim, bota e showbizit është plot me miq të mirë, është shumë e bukur, ke festa, e shijon atë. Nuk shijon vetëm atë. Unë kam shijuar shumë. Të jemi realist, nuk shijon vetëm atë. Ti shijon edhe një moment kur ti nxjerr fotot e tua, ke shumë fansa që të përgëzojnë, të thonë që ti. Pra kjo është një lloj. Po ke dhe që çajnë. Absolutisht, të dyja do t'i kemi, të rrezikuar jemi për atë. Ke dhe hipokrit. Jemi të rrezikuar. Unë jam basarduar me... Unë jam basarduar me të shara, për po e kam zgjidh këtë gjën. Për para se la erti të hynte tek Bigu. Dhe je mirë kuptuar. Jo, në Bigun, kur kam dalë, unë kam qenë shumë keq, biles e kam përjetuar në një mënyrë. Të hynte ke Bigu, ishte në emisionin tim, po bëri dhe një bisedë shumë të fortë në podcastin e Inisës. Në fakt, Zhej... 1 minutë ta bërë pyetjen. Po nuk ta thash kotu me asistente. Dhe disa ndodhi, ishim duke biseduar një 2-3 dreka të gjata me Laerdin dhe i vinin vazhdimisht oferta nga vajza, nga fanse. Po të cilat ishin shumë të shtyra në kërkesat erotike që i kishin. Pra ti nuk e di se çfarë nxorë aty, unë e kam parë në fragmente. Por do nëzori një Laert shumë treqës. Po se qa bërej me kam zhikun? Nuk di, ja, kemi këtu. Jo, me kam zhikun. Dhe atë e kam bombarduar adolescentet që kërkonin histori dashurie. Undoja shumë që a i të... Po, që mi rrypin, hira vetes. Jo, si era vetës, si era kështu. Era tavolinës. Tavolinës, po qa tregon një rrypi? Nuk besoj që praktikon qa tregon një rrypi i rënë në tavolinë? Një rip. Kjo po qa, një këshu, ta mare, ta tregon se njësa bën atë që s'ta bën Big Brother. Jo, qa tregon sepse zbesoj, pra bëri... Jo, a i bëri diçka për të tërhequr ata shikues. A i ka shkëlqyër atje. Bëri reklamën për të tërhequr shikues. A i nuk bën reklama, se s'ka nevojt bëj reklama, ty të pas të mbet... A i që ka shkëlqyër për shumë këty është Ahmet Kalaja. Po, e përshëndesim Hoxhën. Ase ka dëgjuar njëri Laerti se s'kanë këtë... Ke kanë parë në momentin... Monika më ke befasuar sot pas ke një mlef kundrejt gjithë shkaje. Kundra produksionit Top Channelit, kundra Laertit, kundra të gjithve, kundra meja. Ku e peti për Laertin? Po sa po thej që s'ka shkëlqyër në emision? Unë të thash që një veprim, një gjë, sepse ti je regjizore dhe e di shumë mirë, që pasi luan një lojë të madhe duhet të kesh, ja të ta them unë, po të më lesh do të ta argumentoj. Që të mos bëjmë bigun këtu dhe të mos vendosemi mbi njëra tjetrën. Sigurisht që unë e thash pak më parë që Laerti është Laert. Ja cilësova të gjitha gjërat. Me gjithatë, në botën e televizionit, ka një gjë që ti do bësh një veprim për të tërhequr shikues, sepse mos kujto se sot shikuesit ulen dhe të dëgjojnë pa fund gjërat, si të thuash nga njerë që janë kaj shumë të zjartuara me... Se shkruan këtë të tërë? Ku të ta shkruaj ty? Jo shkruaj edhe bëj një monolog. Po unë për monolog kam marrë këtu.
Më ka dhënë kohë, më thanë, bile s'pyta, unë sa është minutazhi, më thanë ke 2 orë kohë, 1 orë unë, 1 orë ju të tjerët. Atë Nikola ti e pe podcastin në Laertin? Unë s'besoj që tani edhe këtu jemi mbledhur vetëm për Laertin. Nuk besoj që jemi mbledhur në një televizion të flasim vetëm për Laertin. Ne do flasim për gjithë, jo, nuk i folëm për gjithë se jemi këtu te Laerti, ne do t'i flasim të gjithë. Jemi në një televizion, do t'ja japësh hapësirën të gjithëve. Me respekt e vazhdo tani. Atë Nikola? Po, ti s'do përgjigjesh mua për pyetjen që të bëra? Ndjes, Gjej. Pra, do më thënë, Pra, ai si të thuash... cila është magjia që ti bëre që na i bëre gjithë shumë orë më karë dhe da erdi me telefonin plot, me mesazhe, mos them dhe me video, tani se të përsh do të... Edhe me video, edhe me video, që i ofrohesh. A i deklaroi shumë qka në atë emision edhe më vjen shumë mirë që në një farë mënyre u bëra si një lejmotiv për të morin do një nga këta adoleshentët dhe tha sa bukur foli, apo të morë dhe të klikuan atë? Jo, morin da erdi. Po morin da erdi më edjun. E ka probleme me ripin. Me ripin, sepse ajo thret, ajo Pas ka probleme serioze me vetën sot, po. Ajo klikon, ajo që neve po ngrem sot, që e tha shumë mirë në fillim, qëfar po nëzirim ne nga këto emisione, se po nëzirim ca figura... Po dhe Laerti shkret ripin zori, nuk nëzori. Po pikërisht, kemi kuptuar, klikota e televisioni do të bëjnë ekzibicione të kësaj natyre që të klikohen. Ja, do të pysim në heratës tjetër, ta bëjmë apo jo, do të marrim... Po jo, nuk do vite ty unë, jo. Po ti s'ke se të shtua dhe... Po dhe atëri për qarë ke, për qarë thua? Për qarë, ha? Jo, kur të marrin personazh tjetër, tha... Mimika që... Ama se të zvoglon në zemë. Ishe simbolik që ta mbylli me ripin, ishe simbolik. Dhe ajo u klikua më shumë. Kemi bërë një zemë. Hapre, aty dhe shikoje. Po mi me ato klikua dhe... Po pse nuk klikohet? Sepse shkuan ekzibicione njerëz. Kua thellësia mendimit ajo që ty sot... Në kamera e. Ekzibicione, atë që dhe ti bëre në një televizion. Love, sikoj të rëmë. Zemra, unë jam shumë regull me timen. Oke, tani, kemi një mesazh, po. Si ishe e mesazhi me të zemrën, që do thonë? Ja, e gjen këtu dhe ndërton diçka. Njeriu çdo sekond duhet të ndërtoj diçka po të bukur, të bardhë, të mirë, një zemër, një dashuri, tani kjo është për Enisën dhe Morinën që... Dhe ati u klikua prostituta që... Edhe unë atë do e të po s'ka jese. Prostituta u klikua. Prostituta, sepse dashuria është... Për shumë, të ajo që promovojmë, ajo është komplet detyra jonë. Brezi jonë, për shumë, vajza ime sot është rritur, jam martuar e vogël, është 23 vjeç. Dhe ne, pa dashje, brezi jonë, po flasim për brezin e viteve 8-10-9, që sot fëmijët na janë rritur, ne mbajmë mbi shpatulla një përgjegjësi ekstreme, sepse ne lejuam plus teknologjia na ka dëmtuar, se nuk e kuptuam që po vinte, dhe kemi pjesën e inflacionit, kapim çmimet, harrojmë fëmijët, të bësh 3 punë, nuk di as fëmijët ku janë, që ka filluar dhe ky sport i bullizimit skandalos, ne duhet kemi kujdes çfarë promovojmë për të rinjt, sepse 15 vjeçari e kupton ndryshe atë që shikon. S'kemi gjendor, nuk kemi gjendor. Ai sa mundemi zhej. Janë në forca ekonomiko... Aj sa të mundemi. Psikotike të cilat dominojnë, nuk është fenomen, nuk është dukuri shqiptare, është universale. Po ne duhet të patjetër që të bëjmë detyrën tonë, sepse Milingona bën detyrën e vetë, step by step, jo, si Milingoni jemi mirë, po aj sa bën Milingona që kalon një këmbë madhe dhe shkel me këmbë. Kemi një fat të mirë, si vend i vogël dikur të harruar, të lënë me një anë, është fat që kemi ruajtur familjen. E kemi, se po të shkosh në Europë... E kemi ende familjen në Shqipëri? Po të shkosh në Europë, nuk e kemi. Europa është tjetër gjë, por ne Shqipëri mendon që kemi akoma familje. 2025 në Europë, 2025 këtu. Ti mendon që ne brezat e rinj sot kanë akoma konceptin e familjes, ato që janë 25, 30, 35, janë bërë dyert të gjykatave, janë të mbushura me divorce pafund, kjo s'është familje. Koncepti familjes ka rënë, nuk është më koncepti familjes. E kemi bërë këtë dhe protest. Jo, së çështje proteste, është çështje që ka ndryshuar dinamika e të qenurit. Po protest nuk bën dot për familjen, sepse familja shqiptare ka ecur me disa ritme. Degradimi shumë të shpejtë, krahasim me atë që duhet të ishte evolucioni natyral me botën jashtë. Pyetja ime e fundit para se ta mbyllim. Pyetja ime e fundit para se ta mbyllim është kjo. Jo, ka një gjë. Familje me çdo kusht? Jo.
Apo, bjeva, dhe kam për gjithë. Kush dhe për gjithë, për më rinit të ambaret për gjithë. Koncepti pra, dashurisë. Familja me çdo kusht, apo një single i lumtur. Unë, jam martuar një moshë relativisht të pjeku. Dhe nuk me ndoja kur që do martoshen. Isha kaq i lumtur, vetëm. Kaq në ekuilibër. Dhe çdo njeri kur do të fitoj ekuilibrin, ri vetëm, edhe kur është martuar. Ri një periudhë. Pastaj, reintegrohet. Pra, mos është ky shenjë zhvillim, pse vende zhvilluara kanë divorce më shumë? Sepse është liri më e madhe, domethënë unë nuk mund të ri një martesë me detyrim. Nuk është tu problemi, ke ne martesa lind si një parakush detyrimi në një moshë të re, shumë të re, dhe shkatërrohet në një moshë të dytë, pjekurie, në të cilën pastaj fillon dalldi. Ky është problemi. Dhe modeli që marrin fëmijët, modeli që marrin fëmijët, jo divorci si divorc, është, ore, kur një çift shkon keq, nuk e gjen më veten dhe nuk e është më me njëri tjetrin, patjetër që divorci kur ka çifte që rin për hir të interesit, ajo është akoma më keq. Kjo është Shqipëria sot. Kjo është dhe më keq. Kjo është bota sot, si që është Shqipëria. Ne flasim për botën naturit, ai bëjnë filozofik këtë emision. Unë nisëm për një Unë nuk kuptoj dashurinë. Për te avokatja nuk kupton burokracinë, institucionin familjar absolutisht. Pse s'ka ndjenjë avokate kanë një. Jo, po. Ai nuk ka zemër, ai ka tritol. Për atë që përfaqëson që sapo e tha që ka divorca. Në institucionin ton tha ka divorca. Atëherë, unë po flisja për dashurinë, sepse familje është dhe një nënë divorcuar, apo një baba, se mund të mbaj dhe baba i fëmijën që fse janë divorcuar, kur janë disa parakushtet të tilla. Unë po flisja për dashurinë, sepse njeriu i vetmuar është njeri i sëmur. Ma besoni. Jo. Njeriu ka nevojë për njeriun. Njeriu ka nevojë për njeriun. Njeriu ka nevojë për frekuencën e një përqafimi. Njeriu për njeriun është shurkë. Sa më vjen një lajm i fundit. Njeriu ka nevojë, nëse njeriu është kundër njeriut, nuk është më njerëz. Ne po flasim për dashurinë dhe për njeriun e për to. Por ka ndodhur një atentat në Tiranë, në shëlluar ndaj 4 personave me tyre 2 të mitur, dhe një 11 vjeçar ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Të tjerët janë plagosur. Edhe kur isha te Bjeta më ka ndodhur kjo lloj situate që... Po kush është arsyeja? Nuk e di sa po merrti kështu bruto si lajm. Do është një gjë momenti. 11 vjeçar në këto orë. Kjo është dashuria që po flisnim. Dashuria... Ska familje, nuk ekziston më familja. Ka mbaruar familja. Kur shikon, ti e ke kaq kollaj ta thuash një fjali, ndërsa kur je prind dhe e mendon ku është fëmia, të dridhet trupi kur shikon lajmet, a është fëmia im në atë aksident. Një sekond, merre më shtruar dhe të flasim për një zgjidhje. Të lutem, prindit nuk din të edukojnë fëmijët. Nuk jam zotri, jam prift, jam atë. Prindrit nuk din të edukojnë fëmijët e tyre. Në këto orë të natës, çfarë bën fëmia? Ora 11. Çfarë bën jashtë? Do bëj avokatin e djallit të them. Mos e bëj të djallit. Jo, nuk e du. Nuk e du. Ha lodhen gjithë ditën punojnë. Jo, një sekond, do të them që nuk të dëgjojnë më fëmijët. Çfarë do të thuash? Janë disa prindër që thotë, nuk më dëgjon më fëmijët. Djali nuk më dëgjon. Ta bën mirë që nuk të dëgjon se tregon pa problemin nga vetja në mënyrën se si ti e ke edukuar rastet e fëmijëve që s'të dëgjojnë. Ja ku i ke rastet. Ja, këto janë rastet. Kemi dhe pasojat, pra që do të thotë që prindërimi është një art shumë i vështirë. Nuk ka prindërimi. Po çfarë masa ju e keni bërë ligjin që nëse të rre prindi, ta fusin prindi në burg. Këtë ligj keni bërë. Jo, s'është kaq e lehtë. Nuk është kaq e lehtë. Nuk është kaq e lehtë të prindin në burg. Si është ligji? Ka dhe bota në familje është gjë tjetër. E ka dhe bota këtë. Po ka fëmijë që interpretojnë si dhunë. Po, dhe fëmia. Me që më pyeti jemi në fund. Me që pyeti Monika, po dhe edhe Torina dhe i Nisa kam përshtypjen. Po dhe ati, që për ëndra, folën për ëndra, do në flasë për ëndrat e mija, duke dëgjuar juve, heshta një periud kohë, thashon, s'ku të kisha mundësi të bëja një televizion sa më të lirë, dhe vetëm të lija të fliqet pa fund, dhe kjo filtron ka shumë gjëra që ju so mërë mëndja. Filtron kaq realitete dhe je përgjigje kaq pyetjeve që
njerëzit e shket jo gjithmonë din të japin këtyre përgjigje mira pyetjeve që sjellë realiteti. Por koha është Tirana dhe unë ju falenderoj shumë, falenderit Enisa që ishe me ne, falenderit Enita, falenderit Atë Nikola Gjufka. Falenderit të na gje gëzuar Pashka. Falenderit Dorina dhe të falenderoj Monika që më pyete në mënyrë të veçantë për ëndrat e mia artistike. Po, aty kam, unë dua Jo, e vërtetë. të shkruaj diçka, autor shqiptar të shkruajnë vepra, se ikën, janë zhdukur. Jo filozof, kështu, e nisin fjalin këtu, e përfundojnë pas 7 orësh, pastaj kthehemi prap dhe është boshe. Unë dua. E di, edhe unë do doja. Për atë që më mungon mua. Edhe unë do doja që këtë si aktore. Mund ta mbusha aq sa. Po nuk e di ato ari dot. Falenderoj shumë për këtë nënvizim shumë elegant që bërë. Ne pritëm se mos na bashkojë Erion Mustafa Raj, po si duket ai s'ke punon në New York, me gjë është artist me shumë talent, unë e dua shumë, nuk e di si e doni apo jo. Ju, po besoj që vlerësoni dhe punon në një hotel. Në menaxhim punon, por më gjenon një artist që punon në një menaxhim. Megjithatë më ka dërguar mua një video, do ta kemi në besoj, sepse edhe aty, në ato kushte po punon për një dramë. Dhe ka një, më solli një promo. A kemi apo jo, Shera, fol? Okej. Unë do ta mbyll me këtë, pavarësisht se... Duhet ta prezantoj me filmin që ka bërë, sepse është film shumë... Njifet ai, tani se ka qenë edhe, po ka qenë në bit, unë sa në kohën tonë ishte më i pëlqyeri si film. Okej. Unë me që unë mendova që ruaja këtë, po të futet në emision, po se duhet puna kapitalizmi pa shpirt e kam mbajtur aty mbledhje, se më tha kam një mbledhje me bordin e kujtu në qa gjëra shumë, edhe s'vid, po erda, po munda do vi, po s'munda, okej. Unë e kam gjanë se e njofë që në korat, kur të tjerët e... Kujtu, tani s'bërë gëgja burë, po do kur ishte i pasigurt, se kur to një njovjet në momentet e pasiguris, bëhen pastaj njësit të sigurta. Ishe në atë kohë se ishit bashk udhëtar të ëndrave të bukura të atyre viteve, se tani s'ka më ëndra. Ju falendoj pa fund për këtë emision dhe dua ta mbyll me këtë promo të kësaj shfaqje të këtij spektakli që po bën Erioni. Nga unë atë zhej natë mirë, ky ishte 360 për sot dhe mirupafshim. Një reze dielli e fsheu mbrapëreve, më kujtoi veten time 15 vjet më vonë. Më duhet shumë sepse ti nuk je i dashuruar mua. Ti je shumë mërzit, Ana. Po të ishte dikush tjetër do mërziste, do shqetësohej, do sëmurrej prej meje, ndërsa ti më do pahide. Pse të mos jesh ti në vend aty, e di? Unë do të preferoj aty, por... Ai nuk do të fisën, Jo, po mendoja për ty. Është të çuditshme, po unë mendoj se ti do më duash njësoj si që bëje dikur. O Zot, një çast lumturie, a mjafton për një jetë të tërë njeriu.